Më film moti se na. Prapa aty ku e lam, por tashmë me një tjetër histori. Hajde lart, hajde të më lart. Suli, pas orës 4, kur ai nis. Arrija ti presh. Sepse është votues i yt zoti Suli. Është ai që të ka ulur në atë karrige. Po çfarë ndodhi këtë radhë? Që acaroi sërish kryetarin e bashkisë së Kamzës. Ja t'ju a tregojmë. Vllai i madh i Joni përparim Brahelika, ma që bani shitjen e shtëpisë tonë, ky bleu një parcel toke që është këto në gjithë me banesat tona. Ka një biznes inertesh, ne konstatuam që ky gradualisht po vinte dhe po e mbushte vendin me inerte. Çfarë po bën? Tha, e kam bleun këtë pjesë, është toka ime, edhe në këtë pjesë që kam këtu, tha, mund të bësh të du vetë, thyni qafën. Edhe ne tha, mirë, okay. Me gjithë vllain që isha aty, ne vazhduam. Të nesmin, vllai i dytë, iku ke bashkia, bani një ankesë, tha kështu, po vepron vllai i madh. Do të vjeri dikush që ta verifikojë. Vjen drejtori i policisë, ja sqarim situatën, mirë tha. Në rallë parë, nuk mund të jepet një leje e tillë pa konsultimin e ju që jeni banor. Po megjithatë, unë të shkoj ke bashkia, tha, ta verifikoj, edhe do t'u kthej përgjigje. Por përgjigjja nuk erdhi, prandaj të dy vëllezërit vendosen të takojnë atë. Bon mundur një takim me Sulin, ja shpjeguam gjithë. Problemi është këtu. Okej, tha, pritni këtu, do të thjerr njerëzit përgjegjës për këtë punë. I thirr aty, edhe u thotë prej misht, zotri, au kam thonë, or legena, që kë ka banim, kë ka shtëpi, nuk jepet leje. Varreza 1 edhe biznesi inertësh 2. Në sekonda të shkoni me këto dy zotërit, edhe t'i thoni pronarit të biznesit që ta hedhi vendin, ta kthejnë në gjendje fillestare ose të shkojnë në burg. Dora e hekur të Sulit po çonte të drejtën në vend. Prandaj të dy vëllezërit ikën të qetë në shtëpitë e tyre. Por me sa dukej gjithçka ishte një show, sepse inspektorët e bashkisë bën eksaktësisht të kundërtën e asaj që kryetari kishte urdhëruar. Erdhen edhe ata fillon të u folën me vllain që ka biznesin. Thirrin vllain edhe i thonë që kjo gjë nuk bëhet, nuk i lvizet ti absolutisht as i gjë, ka marr fund. Shkoni ankoj ka doni. Po un kam shumë dilema se ato janë të përfshirë në korrupsion. Mu po më cënohet e drejta me jetu në shtëpinë time. Në kart këto ku zbama. Është një gjë që unë e shoh që është e padrejtë. Në fakt të padrejtë kishte parë edhe kryetari, kur vëllezërit ju ankuan në zyrë, por më pas një drejt që di pse ndryshoi mendje. Mushja është nivelin shumë të lartë. Unë kam bafër dritares, do vjeri me makinë, me kamion, do hedhi gurë, plurmat, plurat, shqetësime janë ato. U kam thënë edhe aty në zotëri, me që qanga e drejtë, kjo që po bë zotëria, ndërven, edhe shihni, çfarë shqetësimi thash krijohet këtu. Të gjendur përballë kësaj situate, Islami dhe Shemsiu provojnë edhe një herë të bindin kreun e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në Bashkinë e Kamzës, jeton Danin, që kjo që po ndodh është palishme, sepse kështu ju a kishte thënë edhe kryetari në takimin që kishin patur me të. Po. Ke gati shumë çdo lloj orari natën në moment që me ka shkarkime që janë tani këto. Që s'ka lidhje me kasën, që do ta lejmë për kasën, nuk kam çfarë bëj. Ai që e banorist, alor ku janë ata? Ai zëpunin zëmush e po masur skadra, azil lata, ai azil më do shoh. Shumë masur skadra dhe më bën telefon. Nuk do t'ju morim telefon. Nuk do t'ju morim. Pas orës 4 më merr në telefon, por pas orës 4 nuk jam në punë. Ore, si e përkthejnë ju këtë? Se mua diçka s'më lidhet. Tek zyrtarët e bashkisë shihet qartë që nuk kemi asnjë shpresë. Prandaj vendosim të takojmë protagonistin e tretë të kësaj përplasje mes vëllezërish. Se kalove, si e? Po, e doni nga Pirana. Dhe? Ka marrë këtu se vëllezërit e tu kanë një problem, që vjen nga zhurmat, ndotja, fluri që ngrihet, nga biznesi. Çfarë zgjidhje ke për vëllezërit e tu? Ke fol me ta? Unë jam i ligjshëm. Fja ku janë drejtarët, për shembull, kur ti ke punime këtu a jeton dot aty nga zhurmat dhe fluri? Para punës tonë në zonë industriale. Edhe ti më përpara ke pas shtëpi te kjo zona industriale dhe se dikush do të bënte këtë lloj biznesi me këtë pluhur, zhurmë. Dhe gjithë të tjerë do ta lejoja aty te drejtarja jote? Ku i ke zhurmë aty? Po tani s'ke punë. Prena janë brenda uborrit tim. Nuk mund të bëjnë presion. Nuk të bëjnë presion. Shiko tani. Këto presionet i kanë bë vazhdimisht to. Më kanë bë shantazh, më kanë bë presion. Ai zotëria tim ka thonë jeni hasënim me mua, ai. Po ti për lek ti vret babën ton. Ti ke shit nënën tonë jashtë ordinar. Ti ke ardha aty ke kufini, më ke kufini më ka thonë ti nëse bë këto janë hasënim me mua. Ma ka thonë aty ti zot Islam. Si s'ke qenë vëlla. Shana ka punë ti 30 vjet. Ti na ke nxjidhje. Mjaftojnë pak batuta për të kuptuar që raporti mes vëllezërve është pikën më kritike të mundshme. Dhe kjo me sa shihet jo vetëm për shkak të konfliktit që ka përfunduar në dyert e bashkisë. Si u shqetësokan këto banor këtu? Këtu ke rruga, kalojnë trajlera rreshtka 5-6. Deri në orën 5 mëngjesit punojnë. Kalojnë zhurmë, fabrika alumini, të gjitha të tona këtu janë zhurmë me gjëra tjetër. Pse këto persona nuk u shqetësokan nga këto?
Dhe shqetëso kanë thjesht ka puna ime. Tek kjo pjesa ku jemi këtu tani. Po. Një zgjidhje njerëzore, ç'a mund t'ju japësh tyre që kanë shtëpiat? Në kam projektin të Olin. Ideja ime dhe mendimi im ka qenë në këtë komfort. Unë që të bëj gjelbërim. Të ledhe rrugë për shpinë time. Tu na mulojnë ignorancët. Ai Islami që thua ti, nisi ta blej këtë tokën. Mu bë qesi. Edhe thash në vëllat hec të marr. Nëse ti ngec dhe ke nevojë për vllajin, të suportoj. Për çfarë të kesh nevojë? Për çfarë suportoj ti mua? Nuk kam nevojë për lek, ta blej këtë tokën këtu. Ti tha të futesh hasmëri me mua. Sipas përparimit, gjithçka ka nisur për një copë tokë që Islami ja kishte vënë syrin përpara tij, e që sot është kthyer në një fushë beteje mes tyre, duke kapërcyer çdo cakt të një raporti mes vëllezërish. Aq sa çdo përpjekje jona për t'i ulur të bisedojnë, do shton që në nisje. Prandaj nuk kushtet kur problemi po na hidhet si top, sa nga njëri tek tjetri, përfshi edhe zyrtarët e vegjël të bashkisë, të cilët nuk po marrin asnjë mas për të shëshuar konfliktin mes vëllezërve. Mendojmë se zgjidhjen e gjen vetëm qytetari i parë i Kamzës. Zoti Suli, mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes. E do fuqin. E dia se u priqja, mirë se erdhet. Kanë konflikt me vëllezërit, e ndan gjykata, e bashkia. Ke fjalë tjetër zotëri? Zoti i nderuar, më thuaj. Drejtorin e urbanistikës, drejtorin e MT-s dhe ka shkuar në vend. Dhe nuk Tani e din ti më mirë se unë? në këtë rast. Ta janë të di, gatron me vllajën e vet. Ja, absolutt. Me vllajën e vet, kupton e para, e dyta. Zoti, Të lutem. nuk di gjë. Shkëm të rrinë ta këm vllajnë. Të lutem, tani. Shohim tas. zona E trafik. dyta, ka vetë policia i VMT-ja ka marrë dokumentacionin gjitha dhe vllai e bën biznesin konform rregullave dhe ligjit. Faleminderit. Mirë pa. Hajde më mund, hajde më ardhi. Zoti kryetari. Keri prerë, ha? Lejo që në një vend ku është plot me banesa, lejo që në një vend që është me banesa, që jetojnë familjar, të ketë ato lloj biznesi, e keni ide S'është se pak e vërtetë. është aty ku? Jo, s'është as pak e vërtet. Po ne ishim aty në vend gjatë, kemi video. Pas orës 4 gjurë. Lloj pyetje çka ka thënë zyrë. Pas orës 4 zoti Suli. Ama filmoti se na. Hajde lart, hajde, do të marr lart. Zoti Suli, pas orës 4, kur ai nis. Arrija ti presht. Presht. Po mirë, Yes, presht. po mirë. Yes. Bashkia. Hajde ja brenda. Bashkia. Hajde brenda. Ama tani po bëj lajm jo pa. Nuk shtyhet qytetar. Se bani lajm jo. Nuk shtyhet qytetar. Jo ti ç'ti bëj qytetari. Jo, po dhe Se pa mashtron ti. Në fakt ne nuk duam asgjë më shumë se sa të zgjidhim problemin e atyre familjeve. Gjë që është detyrë e këtij zotërie. Nuk jepet zgjidhje zotërit. e bie që ata të largon nga shtëpia. Ato të shkën gjykat, kam punë tjetër zotëri tani, unë e dakord ajo. Do të flet me ti. Do të flet bashkë, do të vish të bashkë kërpat. Larg qof zoti Rakip. Mos ta prishim raportin zyrtar tani. Lutem shumë. Ti të më bëj lajm se apo çan hallin ti. Tani vazhdo dhe ti tani, dakord. Nuk e zgjidh. Nuk zgjidh. Nuk zgjidhet. Jo, Okej, pra në bashki s'ka zgjidhje. nuk ka zgjidhje. Miru pashim, dakord? E kuptoj. Pra le të rrifen ata vëllai. Nesër më prit prap atje. Të rrifen ata. Nesër më prit prap poshtë. Nuk zgjidhet. Miru pashim. Në rregull, faleminderit. Zoti Suli ne e përplasi derën në fytyrë, ne dhe qytetarëve, të cilët pretendohet si profesion. Duke lënë të hapur dhe të paszgjidhur një konflikt që vështirë të zgjejë zgjidhje pa ndërhyrjen e autoriteteve, ndërkohë që në banesat e Islamit dhe Shemsiut vazhdon çdo ditë të hyj pluri dhe zhurma e makinerive.